Mirëmëngjes dhe mirë se vini në bota e horoskopit. Le të shikojmë çfarë na thon letrat tarot për 12 sinjat e zodiakut për ditën e mërkurë, 19 gusht 2026. Ju faleminderit që na ndiqni, na lini komentet tuaja dhe ju uroj një ditë të mbar. Dashi, letra e tarotit për sot dash, 4 kupat e përmbysura. Nëse ka diçka që të bezdis më shumë se çdo gjë tjetër dash, është mërzia dhe ndjenja që nuk ka asgjë interesante për të bërë. Po letra jote e tarotit për këtë të mërkurë sjell një lajm shumë të mirë. Kjo periudhë monotonie po shkon drejt fundit. 4 kupat e përmbysura simbolizojnë një moment zgjimi, ndryshimi dhe hapje ndaj mundësive të reja. Diçka që nuk e prisje mund të të tërheqë vëmendjen e të ndezë përsëri kuriozitetin tënd. Mund të jetë një ide e re, një mundësi në punë, një njohje interesante ose thjesht diçka që të rikthen dëshirën për të vepruar. Pas një periudhe ku gjithçka mund të dukej e përsëritur, më në 19 gusht energjia fillon të ndryshojë. Mos e refuzo menjëherë të ketë del përpara vetëm sepse është ndryshe nga ajo që kishe planifikuar. Jepi një mundësi të res, dhe mesazhi i tarotit për ju dash, mërzia po largohet dhe një shkëndijë e re po vjen për të të zgjuar nga rutina. Shiko përreth dhe mos e humb mundësinë që po të afrohet. Demi, letra e tarotit për të mërkurën dem, mbretëresha e shpatave. Një letër që sjell një mesazh të fortë për marrëdhëniet dhe kufin personal. Me hënën e akrep, fusha jote e marrëdhënieve bëhet më e ndjeshme dhe mund të kuptosh se ka diçka që duhet thënë hapur me partnerin. Ndoshta ke toleruar një sjellje që nuk të pëlqen, ke heshtur për të smangur një debat ose ke shtyr një bisedë të rëndësishme. Por sot nuk është dita për të mbajtur diçka brenda. Mbretëresha e shpatave të kërkon të flasësh me qartësi, maturi dhe vendosmëri. Vendosja e një kufiri nuk do të thotë se nuk e do personin tjetër, do të thotë se respekton veten dhe dëshiron një marrëdhënie të shëndetshme. Mos lër hapësirë për keq kuptime. Thuaj qartë çfarë do shqetëson, çfarë nuk pranon më dhe çfarë ndryshimi dëshiron të shohësh. Mund të mos jetë biseda më e lehtë, por mund të jetë pikërisht ajo që nevojitet për të sjellë përmirësimin që ke kaluar. Dhe mesazhi i tarotit për ju dem, mos ki frikë të vendosësh kufinë e tu. Kur flet me qartësi dhe respekt, krijon mundësinë që marrëdhënia të bëhet më e fortë. Binjakët, letra e tarotit për këtë të mërkurë, mbreti i pentakulave i përmbysur binjak. Ka një anë të karakterit tënd që jo të gjithë e njohin, kur mendon se ke të drejtë, mund të bëhesh shumë kokfort. Dhe më 19 gusht, letra e tarotit, mbreti i pentakulave i përmbysur, të fton ta shohësh këtë sjellje nga një këndvështrim tjetër. Hëna ndikon në rutinën dhe zakonet e tua, ndaj kjo është një ditë e mirë për të reflektuar mbi mënyrën se si po i organizon gjërat në jetën e përditshme. Ndoshta ka disa zakone që të tjerët të kanë kërkuar të ndryshosh, por ti ke refuzuar sepse ke menduar se mënyra jote funksionon më mirë. Por ndonjëherë ndryshimi nuk është humbje kontrolli, është përmirësim. Këtë të mërkurë, provo të jesh pak më fleksibël, dëgjoj këshillat e njerëzve që të duan, të mirën dhe pyet nëse vetëm një kompromis mund të sjellë më shumë qetësi dhe rezultate. Mesazhi i letrave tarot për ju binjak, nuk e pse të heqësh dorë nga ajo që beson, por ndonjëherë është mençuri të pranosh një mënyrë të re. Një ndryshim i vogël në zakonet e tua mund të sjellë një përmirësim të madh. Gaforia, letra e tarotit për këtë të mërkurë gafore, 5 pentakulat e përmbysura. Një letër që sjell një mesazh prese pas një periudhe vështirësish, nëse kohët e fundit parat kanë qenë të vështira për të siguruar ose ke pasur shqetësime financiare, mos u dorëzo. Situatat e vështira nuk zgjasin përgjithmonë. Me kohë, përpjekje dhe durim, gjërat mund të fillojnë të përmirësohen. Madje një person që të ka vëzhguar prej kohës dhe ka vlerësuar seriozitetin dhe mënyrën tënde të punës, mund të luajë një rol të rëndësishëm, mund të të ofrojë një mundësi, një ndihmë ose një derë që nuk e prisje. Hëna ndodhet në sektorin tënd të shpresës, ndaj kjo ditë sjell një energji më optimiste, një mundësi e re, mund të rikthejë gëzimin dhe të sjellë një surprizë të papritur, por shumë të këndshme. Dhe mesazhi i tarotit për ju gafore, mos u fokuso vetëm tek ajo që të ka munguar, një kthes pozitive mund të jetë më pranë se sa mendon. Mbaj shpresën gjallë dhe vazhdo të bësh më të mirën tënde. Luani, letra e tarotit për 19 gusht luan, 7 kupat. Kjo letër sjell një mesazh shumë të bukur, është koha të ndërosh, të imagjinosh të ardhmen dhe të fillosh të mendosh seriozisht për atë që dëshiron të arrish. Mund të kesh disa ide, dëshira apo plane që të emocionojnë, por kjo letër të kujton se të ndërosh është vetëm hapi i parë. Për ta kthyer një dëshirë në realitet, duhet punë, durim për kushtim dhe këmbgulje. Me hënën e akrep mund të ndihesh pak e lidhur me rutinën tënde. Ndoshta e di se duhet të ndryshosh diçka, por dalja nga zona e reatis nuk të duket aq e lehtë. Mos u shqetëso, kur energjia e hënës kalon drejt shigjetarit, do të ndjesh më shumë dëshirë për aventurë, lëvizje dhe për të provuar diçka ndryshe.
Më 19 gusht, zgjidhni nga ëndrat e tua dhe fillo ta kthesh në një plan konkret. Mos e humb mes shumë mundësive, zgjidh atë që ka më shumë kuptim për ty dhe puno për të. Mesazhi i tarotit për ju Luan, ëndrat janë fillimi, por veprimet janë ato që bëjnë realitetin. Beso te vizioni yt dhe bëj hapin e parë. Virgjiresha, letra e tarotit për sot Virgjiresh, 5 kopinjt e përmbysur. Më 19 gusht, duket se ti do të jesh personi më i pjekur në një situatë të tensionuar. Ka një debat që vazhdon të përsëritet dhe ndoshta je lodhur duke u marrë gjithmonë me të njëjtin problem. Por 5 kopinjt e përmbysur sjellin një mesazh pozitiv, kjo përplasje po shkon drejt fundit. Në vend që të vazhdosh të luftosh për të pasur fjalën e fundit, këtë herë mund të zgjedhësh qetësinë. Ndonjëherë të marrësh rrugën e dur nuk do të thotë të fitosh debatin, do të thotë të kuptosh se paqja jote vlen më shumë se një argument që nuk të çon askund. Energjia e akrepit të ndihmon të mbash shumë gjëra për vete. Në vend që të shprehësh çdo emocion para të tjerëve ose të kërkosh vëmendje, mund të zgjedhësh të përpunosh ndjenjat në heshtje edhe në mënyrën tënde. Më 19 gusht, mos përfshi në drama të panevojshme. Largo nga konflikti, ruaj qetësinë dhe lëre kohën të tregojë kush ishte të drejtë. Dhe mesazhi i tarotit për ju Virgjiresh, kapitulli i konfliktit po mbyllet. Zgjedhja jote për të mos u përfshirë në debat është në fakt fitoria jote më e madhe. Peshorja, letra e tarotit për këtë të mërkur peshore, temperanca e përmbysur ose përmbajtja e përmbysur. Peshore, më 19 gusht mund të ndihesh e shqetësuar për parat dhe sigurinë financiare. Hëna ndodhet në sektorin tënd të financave dhe kjo mund të bëjë që mendja jote të fokusohet më shumë se ç'duhet te shpenzimet, pagesat apo pasiguritë ekonomike. Letra e tarotit, temperanca e përmbysur, e cila të kujton se ekuilibri është shumë i rëndësishëm. Ndonjëherë edhe ti që zakonisht di të mbash gjërat në harmoni, mund të dalësh nga përqendrimi kur emocionet bëhen më të forta. Mos lejo që frika financiare të bëjë të reagosh në mënyrë impulsive, në vend që të marrësh një vendim të nxituar. Dalo pak, merr frym thellë dhe shiko situatën me qartësi. Këtë të mërkur, vendosi vetes një qëllim të thjeshtë, moderim dhe kontroll. Mos penzo vetëm për të larguar anktin, por mos lejo që një shqetësim i përkohshëm të prish gjithë ditën. Kujtoje veten se nuk mund të kontrollosh çdo gjë që ndodh në jetë, por mund të kontrollosh mënyrën se si reagon. Dhe mesazhi i tarotit për ju peshore, kur emocionet bëhen të forta, mos merr vendime të menjëhershme, merr frym, ruaj durimin dhe riktheje ekuilibrin hap pas hapi. Akrepi, letra e tarotit për sot Akrep, 7 pentakulat e përmbysura. Dhe më 19 gusht, vëmendja jote është shumë e përqendruar te vetja, te ardhmja dhe tek ajo që dëshiron të ndërtosh. Me hënën e shenjën tënde, dëshira për të parë përparimin bëhet edhe më e fortë. Ti ke punuar shumë dhe ke investuar kohë, energji dhe përkushtim, prandaj mund të ndihesh i zgënjur kur rezultatet nuk po vijnë aq shpejt sa kishe shpresuar. 7 pentakulat e përmbysura pasqyrojnë pikërisht këtë ndjesi. Ke mbjellë, ke punuar dhe tani dëshiron të shohësh frytet, por një vonesë e papritur mund të bëjë të mendosh se përpjekjet e tua nuk po japin rezultat. Mos u dorëzo kaq shpejt, jo çdo vonesë është një dështim, disa gjëra kanë nevojë për më shumë kohë për të zhvilluar dhe për të dhënë rezultatet që dëshiron. Këtë të mërkur, mos u përpiq ta detyrosh procesin, vazhdo të bësh pjesën tënde, por lejo që gjërat të zhvillohen natyrshëm. Te mesazhi i tarotit për ju Akrep, ajo që dëshiron mund të jetë ende në rrugë. Ki durim, beso te puna që ke bërë dhe mos u shpresëm se vetëm sepse rezultati po vonon. Gjërat do të vinë në kohën e dur. Shigjetari, letra e tarotit për sot shigjetar, krye priftëresha. Një letër që të kërkon të besosh më shumë te intuita jote, jo çdo përgjigje që do të vijë nga fjalët, faktet apo shpjegimet e të tjerëve. Ndonjëherë përgjigja që kërkohet ndodhet brenda teje. Intuita jote po të jep sinjale për një arsye. Nëse diçka duket e çuditshme, nëse një person nuk të bind ose një situatë të lë me indesi të pazakont, mos e injoro. Me hënën në sektorin e gjërave të fshehura dhe njerëzve që mund të mos kenë qëllime të qarta ndaj teje, më 19 gusht mund të kuptosh më mirë se kush është vërtet në anën tënde dhe kush jo. Mund të zbulohet një e vërtet që të ndihmon të kuptosh një situatë që prej kohësh të ka hutuar. Mos u nxito të reagosh, vëzhgo, dëgjoj dhe lëri gjërat të shfaqen vetë. Në mesazhi krye priftëresës për ju shigjetar, nuk ke nevojë të dish të gjitha menjëherë. Beso zërin tënd të brendshëm sepse intuita jote mund të të çojë drejt së vërtetës që ke kërkuar. Bricjapi, letra e tarotit për 19 gusht. Mbreti i kupave i përmbysur Bricjap. Kjo letër të paralajmëron të jesh shumë i kujdesshëm me njerëzit që përpiqen të ndikojnë tek emocionet dhe mendimet e tua. Mund të ketë dikush në jetën tënde që e ndryshon fjalët, e shtremëron situatën ose bën të dyshosh te vetja.
Në fillim mund të mendosh se ndoshta po e kupton gabim, por ndjesia e pasigurisë dhe dyshimit që përjeton mund të jetë një sinjal i rëndësishëm. Mos lejo askënd të bind se ajo që ke parë, dëgjuar apo ndjer nuk është e vërtet vetëm sepse ata e paraqisin situatën ndryshe. Më 19 gusht, vazhdo me kujdes, veprimet jo vetëm fjalët. Nëse kupton se dikush po përpiqet të manipulojë emocionalisht, mos u trem ta vendosë përballë sjelljes së tij. Fol qartë, vendos kufijtë tu dhe mos u ndje fajtor për mbrojtjen e vetes. Dhe mesazhi i tarotit për ju Blicia, kur dikush të bën vazhdimisht të dyshosh të vetja, ndalo dhe shiko situatën me qetësi. Beso gjykimit tënd dhe mos lejo manipulimin të tërheqë sigurinë në vetvete. Ujori. Letra e tarotit për këtë të mërkur ujor, 7 shpatat. Një letër që lidhet me zgjuarsinë, strategjinë dhe aftësinë për të gjetur një rrugë alternative kur rruga kryesore duket e bllokuar. Ti di të jesh shumë i krijues dhe i shkathet kur situata e kërkon. Sot mund të zbulos një zgjidhje që nuk e kishe menduar më parë, mund të jetë një mënyrë me zgjuar për të zgjedhur një problem, një mundësi që të nxjerrë nga një situatë ndërlikuar ose një rrugë plotësisht e ligjshme që të ndihmon të shmangësh një pengesë. Fokusi kryesor duket se është puna dhe karriera. Nëse ke një ide të re që të duket paksa e rrezikshme, por intuita të thotë se mund të funksionojë, kjo letër të inkurajon ta eksplorosh me kujdes. Megjithatë, strategjia nuk do të thotë të veprosh pa menduar. Kontrollo detajet, sigurohu që gjithçka është në rregull dhe mos ndërmerr hapa që mund të krijojnë probleme më vonë. Mesazhi i tarotit për ujorin, mos u dorëzo kur rruga e zakonshme nuk funksionon. Përdor zgjuarsinë, mendo ndryshe dhe gjej mënyrën më të mirë për të arritur atje ku dëshiron. Peshqit, letra e tarotit për këtë të mërkur, 8 shkopinjt dhe mesazhi i saj është i qartë, është koha të lëvizësh peshk. Ti shpesh preferon të marrësh gjërat me qetësi, të mendosh gjatë e të presësh momentin e dur, por sot koha nuk është në anën tënde, nëse ke një projekt, detyrë apo plan që duhet përfunduar, mos e shty më. 8 shkopinjt sillin energji, shpejtësi dhe përparim. Gjërat mund të fillojnë të lëvizin shumë shpejt, nga sa mendon, por duhet të jesh ti ai që bën hapin i parë. Më 19 gusht, vendos fokusin të ajo që duhet përfunduar dhe mos u përqendro nga gjërat e vogla. Nëse ke qenë duke pritur në një përgjigje, një mundësi ose një moment më të përshtatshëm, mund të kuptosh se momenti është tani. Mos prit gjithçka të jetë perfekte përpara se të veprosh. Ndonjëherë suksesi vjen pikërisht kur guxon të lëvizësh me vendosmëri. Dhe mesazhi i tarotit për ju peshq, koha po ecën dhe ti duhet të ecësh me të. Përshpejto ritmin, përfundo atë që ke nisur dhe kalo vijën e finishit. Sot veprimi është çelësi i suksesit. Dhe këto ishin parashikimet e letrave tarot për 12 qenët e zodiakut për ditën e mërkur 19 gusht 2026. Ju faleminderit që na ndiqni dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.